Shikues të nderuar, ju përshëndes dhe mirë se vini në edicionin informativ të mbrëmjes në News 24, ndër të tjera në lajme do të ndiqni. E ngarkuara me punë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, Nancy Van Horn ka zhvilluar takime me ministrat e ri në qeverinë shqiptare. Van Horn ka kërkuar eliminim të karteleve të drogës dhe të krimit të organizuar. Afera të reja skandaloze të Erilinda Lalës, emisioni Veting zbuloi se drejtoresha e tatimeve të Tiranës zaptoi një tokë dhe ngriti hotel me të atin. Denoncimi i Berishës, Balluku kërkon të blej pasaport të huaj për t'i shpëtuar drejtësisë, thirrje ndërkombëtarëve t'i bllokojnë llogaritë. Rjeti investigativ Birn, çfarë fshihet pas nismës ligjore të Partisë Socialiste për referendumet. Departamenti Amerikan i Shtetit nxjerr listën e vendeve më të rrezikshme për amerikanët. Shqipëria dhe Kosova renditen tek ato vende ku duhet të kenë kujdes. Arabia Saudite u kërkon Shteteve të Bashkuara të shtojnë sulmet ndaj Iranit, shqyrton pjesëmarrjen e drejtë për drejtë në konflikt. Rikthehet ora verore, të dielën më 29 mars, akrepat do të shkojnë një orë para, do të flem një orë më pak gjumë, por do të fitojmë më shumë dritë natyrore. Njihemi tani më gjërësisht me zhvillimet e ndodhura ditën e sotme. Ngarkuara me punë, ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, Nancy Van Horn, zhvilloi takime të ndara me ministrat e rinj të kabinetit qeveritar, duke nisur nga zëvendës kryeministri Albana Koçiu. Sipas njoftimit të ambasadës amerikane, zonja Van Horn theksoi përkushtimin e ambasadës së Shteteve të Bashkuara në zbatimin e agjendës së Shtëpisë së Bardhë dhe të Donald Trump, eliminimin e plot të karteleve të krimit të organizuar, bindjen e aleatëve të NATO-s për të respektuar angazhimin e tyre të Hagës për shpenzimet në fushën e mbrojtjes dhe marrëveshje të drejta për kompanitë amerikane që bëjnë biznes në Shqipëri. Ne vazhdojmë të punojmë me partnerë në të gjitha ministritë dhe institucionet që ndajnë angazhimin ton për dhënien e rezultateve si për amerikanët ashtu edhe për shqiptarët, thuhet në reagimin e ambasadës amerikane. Emisioni Veting në News 24 publikoi fakte të reja për lidhjet e drejtoreshës së tatimeve Erilinda Lala. Restoranti në emër të babait të saj në Borsh rezulton me probleme sa i përket pronësisë, ndërsa ish-pronarja e tokës Diana Bilali endet prej vitesh në dyert e gjykatave. Prej më shumë se 3 dekadash, Bregdeti Jugor i Shqipërisë është kthyer në një fushë betejë për pronësinë, ku ish-pronarët përballen me uzurpime, vendime kontradiktore dhe një sistem drejtësie që shpesh i ka thelluar konfliktet në vend që t'i zgjidh ato. Në qendër të kësaj situate qëndron Borshi, një nga zonat më të lakmuara të Rivierës shqiptare për potencialin e saj turistik. Por pas bukurisë natyrore, fshihet një histori e ndërlikuar pronësie, ku përplasen interesat private, institucione dhe dyshimet për abuzim me ligjin. Një nga rastet më të debatueshme lidhet me ndërtimin e hotelit Take, i cili sipas pretendimeve është ngritur mbi një pronë të përfituar në mënyrë të palishme nga Tajar Lala, babai i drejtoreshës së tatimeve të Tiranës, Erilinda Lala. Ky rast ka nxitur dyshime për konflikt interesi dhe përfshirje të mundshme të familjarëve të zyrtares në përfitime nga prona të diskutueshme. Sipas denoncimeve, prona ku është ndërtuar hoteli ka qenë pjesë e një trulli që i përkiste ish-pronarëve e që më pas është trajtuar si tokë bujqësore, duke hapur rrugën për ndarje dhe privatizime të dyshimta. Në qendër të kësaj betejë ligjore është ish-pronarja Diana Bilali, e cila prej vitesh kërkon njohjen e plotë të pronës së trashëguar nga familja. Ajo pretendon se toka për rreth 4400 metra katror, mbi të cilën është ndërtuar ish shtëpia e pushimit të fëmijëve dhe më pas objekte private, i përket familjes së saj. Megjithatë, institucionet kanë njohur vetëm një pjesë minimale prej 700 metra shkatror, duke e detyruar Bilalin të ndjek një kalvar të gjatë gjyqësor. Sipas saj, procesi është shoqëruar me pengesa, mungesë transparence dhe trajtim të pabarabartë nga autoritetet. Hetimet dhe dokumentet zyrtare tregojnë se toka në këtë zonë
është trajtuar në mënyrë të gabuar si tokë bujësore, ndonse ka qenë truall dhe pjesë e vijës së ndërtimit që prej viteve 80. Kjo ka bërë që ndarja e saj sipas ligjit 7501 të konsiderohet në kundërshtim me ligjin, duke krijuar një zinxhir problemesh pronësie. Pavarësisht se janë evidentuar shkelje, shumë prej tyre nuk janë ndjekur penalisht për shkak të parashkrimit. Ndërkohë, raportet e institucioneve si kontrolli i lartë i shtetit kanë zbuluar se në zonë janë dhënë mijëra metra katror tokë në mënyrë të palishme. Rasti i familjes Lala përmendet si një nga përfituesit e këtyre skemave ku sipas të dhënave janë marrë sipërfaqe më të mëdha nga sa lejonte ligji. Ndërtimi i mëvonshëm i hotelit dhe regjistrimi i tij në hipotekë kanë ngritur pikpyetje të forta mbi lishmërinë e këtij procesi. Pas një seri e vendimesh kundër saj, Diana Bilali arriti në një zhvillim të rëndësishëm në vitin 2023, kur gjykata e lartë ka vendosur të prish vendimet e mëparshme dhe të rikthejë çështjen për rigjykim. Ky vendim hap rrugën për një shqyrtim më të thelluar të provave dhe pretendimeve për pronësinë. Ndërsa çështja pritet të rishqyrtohet, rasti i Borshit mbetet një shembull i qartë i problemeve strukturore me pronat në Shqipëri, ku ndërthurja e interesave private, po shllëqjeve ligjore dhe ndikimit institucional vazhdon të prodhojë konflikte të pazgjedhura. Belinda Balluku po kërkon të blejë shtetësi dhe pasaport të re, kështu shprehet Sali Berisha teksa deklaron se ish zëvendës kryeministrja po tenton të i shpëtojë ligjit. Ai u kërkoi qytetarëve të Fierit që nëse shohin Ballukun ta godasin me domate. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha thot se Belinda Balluku po tenton të blejë pasaporta në vende të tjera, në mënyrë që të largohet dhe të shmanget përgjegjësisë ligjore. Të dhëna nga qytetarë digjital me pohojnë se Balluku, Lubia, është në kërkim të blerjes së shtetësisë dhe pasaportave, jo në një, por në disa vende. Përpjekjet e fundit të saj kanë qenë për të blerë pasaport me investim në Serbi. Thuhet se ato përpjekje nuk janë kurorzuar me sukses. Lubi Balluku po përgatitet të blejë shtetësi për të shpëtuar në mënyrë përfundimtare përgjegjësisë para ligjit, pasi ajo ka vjedhur në Shqipëri dhe shpërdoruar miliarda euro. Lideri i Partisë Demokratike u kërkon qytetarëve të Fierit që të godasin me domate deputeten Belinda Balluku. U bë thirrje qytetarëve të Fierit në çdo hap që ta shohin ta gjojnë me vezë dhe domate hajdutën. Berisha akuzoi Edi Ramën se është kthyer në drejtues të karteleve dhe krimit të organizuar. Edi Rama ktheu dje përgjigje. Vendet të cilat na përmendin drogën të shohin veten e tyre se kanë më shumë se ne. Kjo është tipike përgjigja e një padrinoje. Është e vërtet se si në asnjë vend tjetër të Europës, vllau i kryeministrit është byrazer me trafikantët dhe është gjetur në 10 raste komunikimi dhe bashkëpunimi me ta. Është vetë droga Edi Rama, është vetë kartel të drogës. Në konferencën me gazetarët, Berisha komentoi edhe kërkesën e SPAK për pushimin e çështjes ndaj gjyqtares së GKK-s, Irena Gjoka. Skapi i partisë me urdhër të Edi Ramës vendosi të mbyll kapakun e pusetës me emrin Irena me 3 mbiemra. Nuk ka shembull më të turpshëm, nuk ka dëshmi më flagrante të kontrollit të sistemit të drejtësisë nga Edi Rama se sa rasti Irenës me 5 mbiemra. Kreu i Demokratëve, mbi deklaratën e ministres së shëndetësisë se pas datës 20 të çdo muaji qytetarëve u ndërpriten analizat, tha se është përgjegjës kryeministri Edi Rama. Është Edi Rama autori kryesor. Ajo ka thënë atë gjendje sepse kontrata ka qenë kontratë kryekput korruptive, të merrsisht korruptive dhe ka dëmtuar thellë interesat e smurëve dhe publiku shqiptar. Nisma e Bashkisë së Bulqizës për të dhënë me qira tokat e fondit pyjor për ndërtimin e parqeve fotovoltaike po kundërshtohet nga banorët e Gjoricës, të cilët thonë se tjetërsimi i kullotave do të dëmtojë sektorin e blegtorisë që është jetik për ta.
Nga veriu në jug, nismat për ndërtimin e parqeve fotovoltaike po shndërrohen në problematik madhore për qytetarët, të cilëve ju tjetërsohen pronat në favor të investitorëve. Një rast e tillë po ndodh në Gjoric të Bulqizës, ku bashkia ka ndërmarrë një nismë për të dhënë me qira tokat e fondit pyjor për ndërtimin e parqeve fotovoltaike, projekt që ka hasur në kundërshtinë e banorëve të zonës. Sipas qytetarëve, paksimi i sipërfaqeve të kullotave do të dëmtojë blegtorin, duke ndikuar në paksimin e krerëve të baktive dhe braktisjen e fshatit. Bëj ankesë që mos bëhen ajo tabletet e diellore në Gjoric. Se ne na bllokon si njerëz, blegtori ne i marrëm kërcësisht. Sot është dalin ligje tjera që vinë bllokojnë vend ato tabletet diellore, na simi dakord. Se çfarë do bëhet për ne nuk di. Vetëm me të nxjerrë të gjonat në asfalt apo të hedhim ndrinj kërcësisht. Kjo nismë e Bashkisë Bulqis po trumbetohet si një investim në dobi të komunitetit, ku drejtori i shërbimit pyjor pranë këtij institucioni, Shaqiri Zvira, pretendon se dhënia me qira e këtyre hapësirave do të bëjë të mundur shtimin e të ardhurave në bashki nëpërmjet derdhjes së taksave dhe do të rrisë shanset për hapjen e vendeve të punës për banorët e zonës. Ministrja për Ekonominë dhe Inovacionin Delina Ibrahimaj deklaroi se përmes bordit të transparencës po mbahen nën kontroll çmimet e naftës me qëllim që rritja e çmimeve të mos ketë ndikim tek qytetarët. Nën monitorim, theksoi Ibrahimaj, janë edhe çmimet e produkteve ushqimore të shportës. Pas vendimit të parë të bordit të transparencës për uljen e çmimeve të shitjes me pakicë dhe shumicë të naftës dhe nën produkteve të saj, Ministre për Ekonominë dhe Inovacionin Delina Ibrahimaj deklaroi se qëllimi është kujdesi që efektet e luftës të kenë sa më pak ndikim tek konsumatorët. Qëllimi ynë, siç thash, është që të kujdesemi që efektet e luftës të kenë sa më pak ndikim në konsumatorët shqiptarë dhe mbi të gjitha të kujdesemi që tregu është duke funksionuar normalisht dhe jo duke abuzuar nga situata të rritjeve të çmimeve. Bordi i transparencës nuk ka një afat të përfundimit të aktivitetit, që do të thotë që ne do ta mbajmë bordin të ngritur derisa çmimet të stabilizohen në nivelet e parakrizës. Rritja e çmimit të naftës është reflektuar edhe në lëvizjen e çmimeve të ushqimeve. Ministra Ibrahimaj tha se po monitorojnë çmimet e produkteve të shportës dhe produkteve bazë, që të mos lejojnë abuzime në kurrizë të konsumatorit. Ne jemi duke i monitoruar me bazë ditore dhe do dalim për të verifikuar që këto çmime nuk janë abuzive apo spekulative. Në rast se do të kemi një ndikim të vazhdueshëm në çmimet e konsumit, atëherë ne do të suportojmë shtresat të cilat nuk mund ta përballojnë rritjen e kostos së çmimeve as për një periudhë të përkohshme. E pyetur mbi masat mbështetëse për qytetarët, Ibrahimaj lajmëroi se pritet të miratohet një akt me qëllim reduktimin e akcizës. Jemi duke hartuar një akt i cili do të ndërhyjë në reduktimin e akcizës në nivelin 20% dhe ky mekanizëm do të miratohet në Këshillin e Ministrave dhe do të bëhet publike në momentin e duhur. Në analizën e situatës ekonomike në vend, Delina Ibrahimaj tha se bazuar në të dhënat, stabiliteti i ekonomisë ka treguar rezistencë nga goditjet e brendshme dhe të jashtme, ndërkohë që stoku i borxheve ka ardhur në reduktim. Pas vendimit të bordit të transparencës që fiksoi çmimet e tregtimit të naftës dhe benzinës në vend, importuesit e mëdhenj të naftës kanë paralajmëruar Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë dhe Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë se për të shmangur shitje nën kosto e cila do të sillte humbje shumë të mëdha, janë të detyruar të marrin masa të përkohshme. Importuesit e naftës bëjnë të ditur se do të pezullojnë dhe kufizojnë shitjen me shumicë të naftës dhe benzinës dhe do të frenojnë procesin e zhdoganimit të karburanteve në Porto Romano deri në një moment të dytë. Këshilli Bashkiak Elbasan miratoi rinovimin e kontratës me shoqërinë Ekoelb për depozitimin e mbetjeve urbane në landfill, ndonse inceneratori Elbasanit është në proces hetimi nga prokuroria. Këshilli vendosi që edhe për këtë vit tarifa të mbetet 26.000 lek për ton PATVSH, ndaj këshilltarët e opozitës ngritën shqetësimin se qytetarët po vazhdojnë të paguajnë për një shërbim që nuk kryhet plotësisht.
Ndërkohë që incineratori e Elbasanit është objekt hetimi për prokurorinë e Elbasanit, Këshilli Bashkiak miratoi rinovimin e kontratës me shoqërinë Ekoelb për depozitimin e mbetjeve urbane në landfill, një vendim që shkaktoi debate të forta mes mazhorancës dhe opozitës. Me 27 vota pro dhe 11 kundër, Këshilli vendosi që edhe për këtë vit tarifa të mbetet 2600 lekë për ton pa TVSH, ndërsa këshilltarët e opozitës ngritën shqetësimin se qytetarët po vazhdojnë të paguajnë për një shërbim që nuk kryhet plotësisht, duke kujtuar se trajtimi i mbetjeve është pjesë thelbësore e kontratës dhe duhet të realizohet në tërësi. Me heqjen e incenerimit nga objekti i kontratës, de facto kemi pranuar që ky incinerator nuk funksionon. Pavarësisht kësaj, qytetarët vazhdojnë të paguajnë shumë më tepër. Për sa i përket procesit të trajtimit, i cili është pjesë e objektit të kontratës, a kryhet realisht ky proces? Tani të lutem, nuk duaj që të diskutojmë më, dua të thënë që përgjigje të saktë ndodh apo jo trajtimi në inceneratorin e Elbasanit. Administratori i Ekoelb, Leli Kaja, sqaroi se tarifa aktuale mbulon vetëm pranimin dhe depozitimin e mbetjeve, pa përfshirë marrë shfitimi për kompaninë. Kaja bëri me dije se inceneratori ndodhet në remont dhe po shqyrtohen mundësitë për rikthimin në funksion, ndërsa paralelisht po punohet për ndërtimin e një landfilli të ri. Nuk bëhet procesi djegës, pasi ka gati një periudhë 2 vjet e gjys, është në fazë remonti, bëhet pranimi me 26.000 lekë dhe pa marrë shfitim, 26.000 lekë të vjetra. Dhe vjet ka qenë për të bërë 50.000 lekë me djegje, por ka kaluar vetëm faza e parë e pranimit, jo me djegje, sepse nuk punon incineratori aktualisht. Incineratori e Elbasanit është objekt hetimi për prokurorinë që pas rënies së zjarrit masiv në landfill në vitin 2024. Në korrik të vitit 2025 u ushtruan kontrolle në banesën e administratorit Leli Kaja, si dhe të 13 personave të tjerë në kuadër të një procedimi penal që u regjistrua fillimisht për veprën penale të zjarrvënies. Çfarë fshihet pas nismës së Partisë Socialiste për referendumet? Me këtë titull, rrjeti investigativ Birn shkruan se projekt ligji i propozuar nga Partia Socialiste si një mekanizëm për ndryshime kushtetuese me referendum kundërshtohet nga opozita dhe përfaqësues të shoqërisë civile si një iniciativë e njëanshme që cënon reformën zgjedhore dhe të drejtën e qytetarëve. Në një shkrim me këtë titull, rrjeti investigativ Birn shkruan se nisma e fundit e kryeministrit Edi Rama për të përdorur referendumet si mjet për ndryshime kushtetuese ka hapur një debat të fortë politik dhe publik në vend. Vetëm pak ditë pasi paralajmëroi mundësinë e një referendumi për reduktimin e numrit të deputetëve, shumica socialiste përmes Tauland Ballës prezantoi një projekt ligj të ri për referendumet. Sipas mazhorancës, ky draft synon të krijojë një mekanizëm shtesë për konsultimin e qytetarëve mbi nismat ligjore, por opozita dhe përfaqësues të shoqërisë civile e shohin këtë hap me dyshim. Ojert Bylykbashi e konsideron projektin një përpjekje të njëanshme që rrezikon reformën zgjedhore dhe shmang konsensusin politik. Ndërkohë, Birn ka pyetur aktivist dhe ekspert ligjor që paralajmërojnë se drafti kufizon rolin e qytetarëve, duke e kthyer referendumin nga një mekanizëm vendimarrës në një proces thjesht konsultativ. Sipas tyre, fakti që nisma për referendum kushtetues i mbetet në dorë parlamentit dhe jo qytetarëve, cënon frymën e demokracisë së drejt për drejt. Kritikët ngrenë gjithashtu shqetësimin se kjo nismë mund të përdoret për qëllime politike, përfshirë ndikimin mbi reformën zgjedhore apo edhe ndryshime të mundshme në sistemin e drejtësisë. Në thelb, debati mbetet i hapur. Është kjo një përpjekje për të fuqizuar zërin e qytetarëve apo një instrument i ri politik në duart e mazhorancës? Komisioni i posaçëm dorëzon këtë të premte në Ministrinë e Brendshme listën me pikëzimet e 14 kandidatëve për drejtor të përgjithshëm të Policisë së Shtetit. Lista i jepet ministrit Lamallari, i cili pasi zgjedh emrin më favorit në saj edhe të pikëzimit, e propozon në Këshillin e Ministrave shoqëruar me një relacion përkatës. Komisioni i posaçëm që verifikoi dhe intervistoi 14 kandidatët që janë në garë për të marrë postin e drejtorit të përgjithshëm të Policisë së Shtetit, dorëzon këtë të premte listën përfundimtare me pikëzimin për secilin kandidat. Në përfundim të fazës intervistuese, komisioni kishte afat 48 orë për të dorëzuar listën te ministri i Brendshëm Besfort Lamallari. Sa po të marrë në dorë listën me pikëzimet përkatëse, nga oficeri që ka marrë pikët më të larta,
e deri tek ai me pikët më të ulta, Lamallari propozon për emërim në Këshillin e Ministrave 1 deri në 3 emra, që kanë marrë pikëzimet më të larta. Emri më favorit shoqërohet me një relacion të plot argumentues se përse duhet të marrë drejtimin e policisë së shtetit. Vendimi për kryepolicin e ri pritet të merret brenda pak ditësh, vendim i cili mban firmën e kryeministrit Edi Rama. Gara për të zgjedhur drejtorin e ri të përgjithshëm të policisë së shtetit u ha pas largimit nga detyra të Ilir Brodës. Gjykata e lartë ka vullosur dënimin me 2 vite burgim për Fredi Belerin për akuzën e korrupsionit aktiv në zgjedhje. Beleri e cilëson procesin ndaj tij si të motivuar politikisht, por Gjykata Supreme la në fuqi verdiktin e apelit të posaçëm. Gjykata e lartë vullos dënimin me 2 vite burgim për Fredi Belerin për akuzën e korrupsionit aktiv në zgjedhje, ndërsa për bashkëpunëtorin e tij Pandeli Kokaveshi dënimin me 3 vite shërbim prove. Përmes rekursit e eurodeputeti kërkonte pafajësinë në Gjykatën Supreme, por pas shqyrtimit të çështjes Kolegji Penal e la në fuqi verdiktin e apelit të posaçëm që pati cilësuar fajtor 2 të pandehurit për shitblerje të votës. Gjatë seancave Fredi Beleri e cilësonte procesin ndaj tij si të motivuar politikisht. Beleri dhe Kokaveshi u arrestuan me urdhër të prokurorisë së Vlorës në orët e para të mëngjesit të 12 maj 2023, 2 ditë përpara zgjedhjeve vendore, ku ai garonte për kryetar të Bashkisë së Himarës. Sipas prokurorisë, Beleri ofroi para në këmbim të votave. Pavarësisht se ndodhej në paraburgim dhe dosja kaloi në kompetencë të SPAK për hetime, Fredi Beleri, kandidati i koalicionit Bashk Fitojmë, fitoi përballë socialistit Jorgo Goro, që në atë kohë synonte mandatin e tij të 4, por që më vonë do të arrestohej dhe dënohej për korrupsion pas denoncimit të rivalit të tij. Kërkesat e Fredi Belerit në adresë të institucioneve shqiptare që të lejohej për të betuar dhe marrë detyrën si kryetari i Bashkisë së Himarës u rrëzuan në mënyrë të vazhdueshme. Pas dënimit me vendim të formës së prerë në Himar u zhvilluan zgjedhje të reja, ndërsa Beleri u zgjodh antar i Parlamentit Evropian. Çështja Beleri shkaktoi tension dhe krisje të marrëdhënieve diplomatike mes Tiranës dhe Athinës zyrtare. Avokatët e Ilir Metës mohojnë se Ilir Meta ka përgjegjësi tek çështja Qez Dia. Në një deklaratë publike, ata shprehen se vetë SPAK ka mbajtur peng Irena Gjokën në çështjen e Ilir Metës. Avokati i Kujtim Cakrani shton se Ilir Metës ju ngrit kurth në çështjen Qez Dia. Me kalimin për gjykim të dosjes ndaj ish-presidentit Ilir Meta, avokatët e tij kanë dalë në një konferencë për mediat, duke pretenduar se gjykimi i tij është politik dhe nuk ka prova. Avokati i Kujtim Cakrani thot se vetë gjyqtarja e çështjes Irena Gjoka është mbajtur peng nga SPAK për të rënduar pozitat e kreut të Partisë së Lirisë. Ju e dini që zonja Gjoka gjithë këto 7 muaj ka qenë nën procedim penal. Pra prokuroria në muajin korrik kishte regjistruar procedimi penal ndaj saj për problemet që ajo kishte në shtetin grek dhe të gjithë periudhën e seancës paraprake ka qenë në hetim. Ndërkohë që një javë më pas prokuroria, zoti Dumani, që është një nga prokurorët e çështjes zotit Meta, pushon procedimi penal për zonjën Gjoka. Tani kjo është e kuptueshme sepse nuk ka më asnjë budalla në këtë vend që mos ta kuptoj mbajtjen peng që i kanë bërë prokurorët zonjës Gjoka për 7 muaj derisa ajo të kalonte pa prova, pa fakte dhe një çështje për gjykim për zotin Meta. Cakrani shton se për çështjen Qez Dia, Meta nuk ka asnjë përgjegjësi penale. Si provë për këtë, ai sjell një letër të Spartak Brahos, drejtuar ministrit të brendshëm të kohës, Sajmir Tahirit, si dhe ish-presidentit të ndjer Bujar Neshani. Në këtë letër kuptohet sipas avokatit që ndaj Metës po përgatitej një skenar për ta bërë atë përgjegjës për Qez Dian. Në cilësinë e kryetarit të Komisionit Sigurisë Kombëtare, dua t'u informoj se burime të sigurta më konfirmohet se ekzistojnë të dhëna duke u ndërmarrë përpjekje serioze për realizimin një skenari orgullëzi që synon shkaktimin e kaosit dhe destabilitetit politik në vend dhe që ka për autor kryesor deputetët Tom Doshi dhe ish deputetin Dritan Prifti gjithashtu në hetim.
Tom Doshi dhe Dretan Prifti janë dy të njohur të vjetër Kastriot Ismailat, i cili ndodhet i arrestuar në akuzën e pastrimit parave, por njëkohësisht edhe personazhi kryesor për çështjen Çezdia. Ata kanë kontaktuar dhe vazhdojnë të jenë në komunikim të vazhdueshëm me familjarë të sipërpërmendurit dhe veçanërisht me bashkëshorten e tij Vojsava Ismailaj për të përfshirë këtë të fundit përmes një skeme mashtrimit, shantazhi dhe premtimi për të liruar nga akuza zoti Kastriot Ismailaj në këmbim të deklaratave ose intervistave që synojnë implikimin e kryetarit të kuvendit në skandalin Çezdia dhe vazhdimin e skenarit të mëpashëm destabilizues. Këto burime konfirmojmë se takimi më i fundit mes Tom Doshi, Dretan Prifti dhe Vojsava Ismailaj është zhvilluar në Hotel Sheraton ditën e mërkurë, datë 23 shtator, duke nisur 2015, duke filluar nga ora 14:31. Mbrojtësi i Metës deklaron se vetë Kastriot Ismailaj ka deklaruar se Meta nuk i ka ndërhyrë ndonjëherë në punët e tij. Kastriot Ismailaj në asnjë moment nuk ka deklaruar, pra nuk i ka shprehur asnjë moment që ka qenë i përfshirë zoti Meta në ndonjë ndërhyrje në punët e tij të biznesit. Në Parlamentin e Maqedonisë së Veriut, ku nuk kanë munguar përplasjet për një çështje jashtë trendit të ditës, ato të arrestimit i Ilir Metës, gjatë një seance plenare, zëvendës kryeministri Aleksandar Nikolovski u shpreh se Meta u arrestua pa të drejtë dhe mbahet në burg pa prova, dhe për këtë akuzon si shkaktar kryeministrin Rama. Arrestimi ish presidentit të Republikës Ilir Meta dhe mbajtja e tij në paraburgim është bërë temë diskutimi edhe në Parlamentin e Maqedonisë së Veriut. Zëvendës kryeministri i vendit fqinj, herazi numri 2 i partisë VMRO-DPMNE, ka përmendur me shqetësim arrestimin e presidentit të Partisë së Lirisë, Meta, duke thënë se ai u arrestua pa të drejtë dhe mbahet në burg prej 2 vitesh pas një fakt. Shikoni, i përkullin i Enver Hoxhës, i cili është pasardhës i Partisë Socialiste që udhëheq tani Edi Rama, i cili pasardhësin e tij ultrademokrat e futi në burg me dajak. Po, lideri paraprak i Partisë Socialiste, ish kryeministër, ish kryetar i kuvendit, por që 2 vjet mbajnë në burg edhe pse ndaj tij nuk ka asnjë dosje. Minister za nadvorje është një predstavitelj na država, prvo qotek mu dade i posle ostajivo. Për këtë qëndrim të Nikolovskit ka reaguar edhe sekretari i përgjithshëm i Partisë së Lirisë Tedi Blushi, i cili e falenderoi zëvendës kryeministrin maqedonas për qëndrimin e tij. E përshëndes qëndrimin parimor të zëvendës kryeministrit të qeverisë së Maqedonisë së Veriut dhe numri 2 të VMRO-DPMNE, zotit Aleksandar Nikolovski, ndaj rrëmbimit të dhunshëm dhe burgosjes politike të presidentit të Partisë së Lirisë, zotit Ilir Meta, shprehet Blushi në rrjetet sociale. Mëngjesin e së dielës, më 29 mars, akrepat e orës do të shkojnë përpara duke rikthyer orën verore. Ndryshimi do të bëhet në orën 3 dhe do të shënojë 4, duke humbur 1 orë gjumë, por duke fituar më shumë dritë natyrale. Ndërrimi i orës aplikohet në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian sipas rregullave të përbashkëta për orën verore dhe ato dimërore. Kjo ka për qëllim kursimin e energjisë dhe shfrytëzimin më të mirë të dritës natyrore gjatë muajve më të ngrohtë dhe aplikohet në Europë prej dekadash. Përdoruesit e telefonave inteligjent, kompjuterave, orave smart dhe pajisjeve elektronike do të shohin ndryshimin të kryer automatikisht. Ata që përdorin orë analoge ose më të vjetra duhet ta rregullojnë vetë orën. Ora verore do të qëndrojë deri më 25 tetor 2026, kur të kthehet ora dimërore. Nevoja për më shumë subvencione, sigurimi i tregut për shitjen e prodhimit, si dhe garancia që prodhimi nuk dëmtohet nga faktor të jashtëm, ishin disa nga shqetësimet që fermerët nga e gjithë Shqipëria ngritën në Parlamentin e 4 rural. Kryebashkiaku i Lezhës, Pierin Dreu, tha se nevojitet ndërhyrje urgjente në hidrovorin e Tales për të parandaluar përmbytjet. Për sektorin e bujqësisë nevojitet më shumë mbështetje nga instancat shtetërore, kështu u shprehën fermerë nga e gjithë Shqipëria, të cilët morën pjesë në Parlamentin e 4 rural, që u zhvillua për 3 ditë me radhë në Lezhë dhe Mirdit. Në fjalën e mbajtur, kryebashkiaku i Lezhës, Pierin Dreu, ngriti shqetësimin e përmbytjeve të vazhdueshme të fushës së Torovicës nga mos funksionimi i hidrovorit. Shumë po të marrim fushën e Torovicës. Sot pothuajse është shkëlqyer për shkak të një hidrovori i cili ka dalë nga funksionit për shkak të rënies së nivelit të tokës dhe
Lavori ka ngel sipër dhe ne nuk adresojmë dot, nuk zgjidhim dot këtë problem. Nga ana tjetër na duhet një politikë më e orientuar për sa i përket biodiversitetit dhe mënyrës se si duhet të sillen fermerët me zona të ndryshme. Çfarë do mbill? Fermerët ndanë përvojat dhe vështirësitë e përditshme, duke kërkuar rritje të subvencioneve, sigurim të tregut për shitjen e prodhimit dhe më shumë mundësi për të garantuar qëndrueshmëri në prodhim. Sot për bujqësinë ne kemi nevojë një mbështetje më të madhe nga Ministria e Bujqësisë dhe AZHBR-ja dhe nga gjithë institucionet. Zona jona ne, kryesisht Kelmeni dhe Vërmoshi, ka nevojë për përkrahje nga Ministria e Bujqësisë dhe Rurale, kryesisht për zhvillimin e blegtorisë. Lypet me kanë një vëmendje më e madhe ka shteti për të investuar. Përfaqësues të Ministrisë së Bujqësisë theksuan rëndësinë e bashkërendimit mes të gjithë aktorëve për të ndërtuar politika efektive që i përgjigjen nevojave reale të fermerëve dhe komuniteteve rurale. Në një kohë tensionesh të larta ndërkombëtare përfshirë zhvillimet në Iran, Departamenti Amerikan I Shtetit ka përditësuar këshillat e udhëtimit për qytetarët amerikanë në mbar botën. Shqipëria është renditur në nivelin 2, ku amerikanët këshillohen të ushtrojnë kujdes të shtuar. Mes luftës në Iran dhe konflikteve të tjera ndërkombëtare, Departamenti Amerikan I Shtetit vazhdon të përditësojë këshillat e udhëtimit për qytetarët amerikanë. Sipas listës së publikuar nga Dash, çdo vend në botë ka një renditje duke filluar nga niveli I parë, relativisht I mirë, deri në nivelin e 4, të cilësuar si I rrezikshëm. Në nivelin e 4 përfshihen vende si Irani, Koreja e Veriut, Iraku, Libani, Rusia, Bielorusia, Afganistani. Në nivelin e 3 janë vende si Izraeli, Bahreini, Qiproja, Kuvajti, Omani, Arabia Saudite, Katari. Sipas listës së Dashit, Shqipëria është renditur në nivelin e 2, ku amerikanët këshillohen të ushtrojnë kujdes të shtuar. Bashkë me vendin ton, në këtë nivel janë renditur edhe vendet si Serbia, Bosnia, Kosova, Turqia, ndërsa në nivelin e parë janë vendi si Kroacia, Maqedonia e Veriut, Malizi, Slovenia dhe Romania. Vendet si Arabia Saudite, Omani, Kuvajti dhe Bahreini kanë kaluar nga këshillat e nivelit të 2 në nivelin e 3 ose nga rekomandimi ushtroni kujdes të shtuar nga rishikoni udhëtimin. Irani është konsideruar si destinacion e nivelit të 4, mos udhëtoni. Sipas autoriteteve amerikane, këto udhëzime synojnë të ndihmojnë qytetarët të planifikojnë udhëtimet, duke pasur një pasqyrë më të qartë të rreziqeve të sigurisë dhe për të marrë masa mbrojtëse gjatë qëndrimit jashtë vendit. Arabia Saudite I ka kërkuar Shteteve të Bashkuara të shtojnë sulmet ndaj Iranit, ndërsa po shqyrton një vendim nëse do t'i bashkohet drejt për drejt luftës, konfirmoi një burim I inteligjencës saudite. Sipas New York Times, udhëheqësi de facto I mbretërisë, princi I kurorës Mohammed bin Salman, I ka kërkuar presidenti Donald Trump të mos e ndërpres luftën e tij kundër Iranit, pasi siç shprehet fushata SBA-Izrael përfaqësonte një mundësi historike për të rimodeluar lindjen e mesme. Arabia Saudite raportohet I ketë kërkuar Shteteve të Bashkuara që të shtojnë sulmet ndaj Iranit, konfirmoi një burim I inteligjencës saudite, ndërsa po shqyrton një vendim nëse do t'i bashkohet drejt për drejt luftës. Burimi saudit konfirmoi raportimin në New York Times, I cili tha se udhëheqësi de facto I mbretërisë, princi I kurorës Mohammed bin Salman, I ka kërkuar presidenti Donald Trump të mos e ndërpres luftën e tij kundër Iranit dhe se fushata amerikano-izraelite përfaqësonte një mundësi historike për të rimodeluar lindjen e mesme. Burimi I inteligjencës tha se Riadi nuk po bënte thirrje vetëm për vazhdimin e fushatës ushtarake, por edhe për intensifikimin e saj. Trump u duk se konfirmoi raportin në lidhje me rolin e princit të kurorës, duke u thënë gazetarëve të martën, po ai është një luftëtar, ai po lufton me ne. Nuk ka raportime për përfshirje aktive të ushtrisë saudite në luftën gati 4 javore deri më tani, por një analist politik saudit tha se mbretëria ka të ngjarë të ndërmarrë këtë hap nëse përpjekjet aktuale të paqes të udhëhequra nga Pakistani dështojnë. Arabia Saudite është sulmuar me dron iranian si pjesë e përgjigjes së Teheranit ndaj sulmit SBA-Izrael më 28 shkurt. Një sulm me dron një javë më parë goditi një rafineri nafte në Yanbu
në Bregdetin e Detit të Kuq Saudit, Arabia Saudite dhe Irani duke pretenduar përkatësisht role udhëheqëse të botës sunite dhe shiite, kanë qenë prej kohësh rival rajonal, sipas një kablogrami të publikuar të Departamentit të Shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Xhaxhai princit të kurorës, mbreti Abdullah, i kërkoi ushtrisë amerikane në vitin 2008 që të pres kokën e gjarprit, një referencë për regjimin teokratik në Teheran. Presidenti rus Vladimir Putin i kërkoi oligarkëve të Rusisë të dhurojnë për buxhetin e mbrojtjes në rënje të vendit për të vazhduar pushtimin e Ukrainës. Fatura e mbrojtjes e Kremlinit është rritur me 42% për të arritur në 121 miliard pound vitin e kaluar, si pasojë e luftës së tej zgjatur në Ukrainë. Presidenti rus Vladimir Putin raportohet të ketë kërkuar oligarkëve të Rusisë të dhurojnë për buxhetin e mbrojtjes në rënje të vendit për të vazhduar pushtimin e Ukrainës. Të paktën 2 biznesmen i kanë thënë Putinit se do të ishin të gatshëm të jepnin kontribute në buxhetin e mbrojtjes pas bisedimeve të së njëjtës, raportuan mediat në Moskë. Fatura e mbrojtjes e Kremlinit është rritur me 42% për të arritur në 121 miliard pound vitin e kaluar dhe është përpjekur të stabilizojë ekonominë e saj përmes taksimit. Ministri i Ekonomisë Maksim Reshetnikov tha të njëjtën se Rusia po shqyrtonte një tjetër taks të papritur këtë vit nëse rubla vazhdon të dobësohet. Deficiti buxhetor i Rusisë për janarin dhe shkurtin u rrit në më shumë se 90% të shifrës së parashikuar për të gjithë vitin, pasi sanksionet amerikane e detyruan Moskën të shiste naftë me çmime dukshëm më të ulta. Presidenti rus pritet të vazhdojë konfliktin i cili filloi në shkurt të vitit 2022, teksa Moska kërkon të sigurojë zonat e mbetura të rajonit lindor të Donbasit të Ukrainës, që nuk janë nën kontrollin e saj, sipas Financial Times. Muzeu i ri arkeologjik në Tiranë do të jetë nëntoksor, por kjo nuk rrezikon institucionet albanologjike. Ministri Gonxha u përgjigj interesit të detajeve mbi muzeun dhe godinën e albanologjisë. Muzeu i ri arkeologjik i Institutit të Arkeologjisë do të jetë nëntoksor. Pas një VKM-je që angazhon Fondin Shqiptar të Zhvillimit të ndjek procesin, Ministri i Kulturës Blendi Gonxha tha për gazetarët se muzeu do të strehojë artefaktet. Qeveria shqiptare ngarkon Fondin Shqiptar të Zhvillimit, i cili është duke punuar për parkimin nëntoksor në sheshen e Tereza. I shton kësaj dhe një gjë shumë të bukur që është një muze nëntoksor në këtë rast, i cili do të jetë i dedikuar për artefaktet e... Aktualisht nuk është e qartë se cila do të jetë hapësira që do të zërë pranë parkimit nëntoksor te rektorati, pasi nisma siç duket është në fazën fillestare dhe ende nuk është bërë projektimi. Si muze do kaloj gjithë nivelet e miratimeve të Këshillit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore apo të Këshillit Kombëtar të Muzeve. Përfshirja jonë është në tagrin e ministrisë sa i takon kësaj pjese të aprovimit të muzealizimit, regjistrimit, certifikimit të këtij muzeu. Sot për sot atje ka një muze të improvizuar, ka një ambicie prej kohë që të bëhesh një muze prej vërtetë, kështu që këtë realizon projekti. Ndërsa me daljen e VKM-s u ngritën shqetësime sa i takon hapësirave mbi tokë të instituteve albanologjike. Fati të tyre në të ardhmen pra zonës së rektoratit dhe hapësirave të ish akademisë albanologjike, Gonxha në konferencë për mediat sqaroi. Nuk ka asnjë lloj jo rreziku, por nuk ka asnjë lloj kanosje ndaj ambienteve dhe hapësirave aktuale që mund të jenë në përdorim të Institutit të Arkeologjisë. Pra nuk ka asnjë lloj situate që lidhet me ndonjë problem që lidhet me ambientet që janë mbi tokë. Për magazina apo ambiente të cilat janë duke u përdorur aktualisht për të mbajtur këto inventare, ato mund të jenë pjesë e një rishikimi, kuptohet gjitha këto do të bëhen me një kujdes për vetë objektin që është një objekt monument kulture në vetvete, që është objekti. Në konferencë, Gonxha foli edhe për rritje buxhete dhe të ardhurash nga institucionet e kulturës në vend. Në Muzeun Kombëtar të Fotografisë Marubi u ekspozuan për herë të parë fotografi të shkrepura nga polakja Zofia Ride. Fotografitë janë realizuar në Shqipërinë komuniste të viteve 60, kohë kur fotografja polake vizitoi vendin ton fal një autorizimi të posaçëm nga shteti shqiptar i asaj kohe.
Në Muzeun Kombëtar të Fotografisë Marubi është çelur ekspozita Regjistri Sociologjik, një projekt i rëndësishëm i fotografes polake Zofia Ride. Kjo ekspozitë sjell një pasqyrë të jetës së përditshme, identitetit dhe transformimeve shoqërore në Shqipëri dhe Poloni gjatë dekadave të fundit të shekullit të 20. Një ndër elementet më të veçantë janë fotografitë e realizuara në Shqipërinë e viteve 60, të cilat prezantohen për herë të parë për publikun. Një vepër saj monumentale, me rreth 20.000 imazhe, me një rol dokumentues të shtëpive, të brënimit të shtëpive, të grave në krahët e dyrëve, tek shtëpitë, pra të gjithë mënyra e jetesës së shoqërisë polake. Të keni mundësi të shikoni në disa fotografi të Fotografja polake ka vizituar Shqipërinë në një periudhë kur vendi ishte i izoluar, fal një autorizimi të posaçëm nga shteti shqiptar i asaj kohe. Kemi mbritur kështu në fund të këtij edicioni informativ, por ju rikujtoj se për zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota ju mund të klikoni në balkanweb.com për të njohur me lajmet në kohë reale dhe për të ndjekur në live stream News 24 në çdo moment. Faleminderit për vëmendjen, bashkë mirupafshim.